Sot do ju bëj një ëmbëlsirë super të mirë. Do përgatisim bashk brownies. Kjo receta është perfekte për ditët e ftohta të dimrit. Del shumë e butë, i hedh pak çokoladë të zezë sipër, e fut në furrë dhe del super e mirë. Më kishte vajt me një keq fare për një ëmbëlsirë dhe kjo ishte fiks ajo ç'a duaj. Shikojini videon deri në fund për të parë recetën e plot. Do vendosim gjalpin që të shkrijë dhe do ta lëm pastaj në temperaturë të ulët derisa të bëhet kështu kaf. Me qëra fjala shumë për ju që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Pasi e kemi përzirë mirë gjalpin dhe kakaon, në një tas tjetër do shtojmë 3 vezë dhe 1 gotë e gjysmë sheqer kaf. Këtë tani do ta përzijmë me mikser derisa të fryhet. Derisa të bëhet kështu. Këtu brenda tani do shtojmë atë gjalpin me kakaon. Këtë tani do ta përzijmë mirë derisa të marrë një ngjyrë. Ja kështu. Pastaj do shtojmë një gjysmë gotë miell, po miellin duhet ta hedhim pak nga pak dhe do ta përzijmë kështu. Duhet ta përzijmë nga lart poshtë, duke hedhur pak nga pak miell derisa të kemi hedhur gjysmë gotë miell. Më pas brumin do ta shtrojmë në një tavë me letër kuzhine dhe do t'i hedhim pak çokoladë të zezë sipër të thërmuar. Mbesoni që kjo çokoladë e zezë sipër i jep një shije shumë të mirë. Kjo tani duhet pjekur në 180 gradë për 20-25 minuta, por shikoni edhe ju sipas nxehtësisë furrës tuaj. Pasi të ketë dalë nga furra, do ta lëmë 20 minuta që të ftohet dhe e kemi gati. Kjo ishte edhe receta ime për ju sot, uroj t'ju ketë pëlqyer, se mua m'pëlqeu shumë se kishte dalë shumë e mirë. Mos harroni të bëni like kësaj videos, shkruani në komente çfarë të përgatisim videon e radhës dhe shtypni butonin follow për më shumë video. Shihem videon tjetër. Ciao.